Rreshtet e dendura të javëve të fundit kombinuar me cilësinë e dobët të punimeve dhe mungesën e mirëmbajtjes së rrugëve kanë shkaktuar problematika serioze në disa akse kombëtare dhe rurale në Shqipëri. Situata më kritike është në rrugën Librash-Pokradec, e shpallur pak ditë më parë si nyje strategjike me rëndësi të veçantë për sigurinë nga NATO. Në vendin e njohur si Arrat e Gurrës, rrëshqitja masive e tokës ka vështirësuar qarkullimin, duke detyruar autoritetin rrugor shqiptar të ndalojë lëvizjen e mjeteve të tonazhit të rënd dhe të udhëzojë kamionët dhe autobuset drejt Maqedonisë së Veriut përmes rrugëve alternative. Problemet të ngjashme janë evidentuar edhe në aksin Tepelin-Gjirokastër, ku prezenca e inerteve në rrugë rrit rrezikun për drejtuesit e mjeteve. Në zonën rurale të bashkisë me Maliaj, fshati Xhafaj, përballet gjithashtu me çarje dhe rrëshqitje të dherrave që kërcënojnë sigurinë e qarkullimit. Rrugët që lidhin Maliqin, Lozhanin dhe Strelçën kanë mësuar çarje në trupën e rrugës dhe rrëshqitje dhierash në pjesën anësore, duke dëmtuar strukturën dhe barierën mbrojtëse, veçanërisht në kilometrin e 13 ku dëmtimet ishin të mëdha. Një problem i ngjashëm paraqitet në rrugën Vllahin-Poçëm në Mallakastër, e cila është përuruar vetëm 2 vite më parë, por tashmë ka psuar çarje serioze të asfaltit dhe dëmtime të konsiderueshme për gjatë gjithë gjatësisë. Edhe në Bashkinë Belsh, rrugët që lidhin fshatin Grekan dhe Shelgun janë prekur nga rrëshqitjet, duke arritur shqetësimin e banorëve për sigurinë dhe nevojën e ndërhyrjeve urgjente për të parandaluar tragjedi. Autoritetet lokale dhe ARSH monitorojnë situatën, ndërsa qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve këshillojnë të tregojnë kujdes maksimal gjatë qarkullimit.